Shtetet Bashkuara kanë bërë gati trupat? Trupat i kanë bërë gati edhe për të pushtuar Groenlandën, për të çuar në Groenland. Vetëm Trumpi po pret atë përgjigjen se çfarë do të japin europianët. Dhe europianët janë në këtë lojën që ta diskutojmë pak Groenlandën dritan se nga pikpamja ushtarake flas dhe çfarë pasojesh do të ketë kjo për rendin aktual botëror ku sipas disa komentuesve vihet ndyshim me ardhmja e NATO-s, vihet ndyshim rendi ose arkitektura e drejtanisë botërore. Edhe Lavrovi e tha sot, ëh. Shiko, le të heqim deklaratat politike çfarë thon Lavrovët, Putinët, Xi Jinping ose disa udhëheqës tjerë të parëndësishëm të Evropës. Pra, ato janë deklarata politike që bëhen me qëllime për të nxitur media, çështje tjera, idera tjera, pra nuk ka të bëjë. Normalisht, do të kemi gjë parasysh, NATO është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. NATO nuk është as Shqipëria, as Maqedonia, as Greqia, as Turqia, as Danimarka, as Finlanda, as vendet balltike. Ne nuk jemi NATO. NATO është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zgjerimi i NATO-s pas vitit 1999 është vendimarrje e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Jelcini ul në vitin 1990 në tavolinë me Shtetet Bashkuara të Amerikës me George Bushin senior dhe ju premtua që nuk do zgjerohet, pra nuk ul Evropa. Nuk ul sekretari i përgjithshëm i NATO-s, sepse atëherë kishte një sekretar përgjithshëm i NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s nuk ekziston fare në këtë pikturë, pra merrni ndaç fotografinë, ndaç filmimin, ndaç pikturën. Nuk ekziston askund sekretari i përgjithshëm i NATO-s në këto biseda. Ekziston biseda midis presidentit amerikan dhe presidentit rus, ku amerikani premton që nuk do kemi zgjerim të NATO-s. Dhe pas 99-s, atëherë, po. Pas 99-s filloi zgjerimi i NATO-s. Dhe zgjerimi i NATO-s ishin vendimarrja të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe jo vendimarrja e NATO-s. Janë ato që vendosin se kush hyn në NATO, ashtu siç vendosen edhe për Shqipërinë, që hym 2009. Nuk plotsonim asnjë kusht, nuk plotsojmë asnjë kusht, por jemi pjesë e NATO, sepse është vendimarrje politike për nevoja strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. NATO janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në çfarëdo lloj operacioni që NATO ka marrë pjesë, pa prezencën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, NATO ka dështuar dhe nuk ka mundur. Kur nisi operacioni në Libi, më pas të qartën 2011, çdo kush mund të hyjë në Google dhe ta lexojë dhe të shohë. Pas 2 javësh, evropianët morën përsipër në NATO, në komandën e NATO-s, në Mons që do ta bënin vetë operacionin, pa ndihmën e amerikanëve. Dhe nisën operacionin. Pas 2 javësh mbetën pa bomba. Pas 2 javësh mbetën pa mundësi furnizimit të avionëve në ajër. Pas 2 javësh mbetën pa mundësi marrjes të objektivave strategjik për të goditur objektiva strategjik, të zbulimit strategjik. Dhe pas 2 javësh i kërkuan në mënyrë të turpshme, sepse detyruan pasaj të hanin atë që kishin bështyr, thanë i kërkuan në hyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës dërguan bomba dhe avion furnizues edhe avion zbulues. Dhe arritën të mundin Kadafin, sepse nuk arrinin dot të arrëzonin Kadafin. Pra, pa prezencën e Amerikës nuk ka NATO. NATO është Amerika. Në momentin që Amerika vendos thotë ne dalim nga NATO, atëherë s'ka NATO. Përsa ko Amerika nuk e thot atë, NATO do të qëndrojë. Nuk ka për të pasur asnjë ndryshim në këtë aspekt. Mund të largohen shtetet e tjera, mund të dalin. Ato nuk e prishin NATO-n. Del nesër Danimarka ose del Shqipëria, Danimarka dhe Shqipëria NATO janë njësoj, kanë të njëjtën vlerë, nuk kanë asnjë. Danimarka ka nisur trupa dhe të kalojmë pak te kjo. Nuk ka nisur asnjë trup. Trupat atëherë do kemi gjë parasysh. Ka një marrëveshje të vitit 1990, një vitit 1951. Për vendosjen e bazave ushtarake në Groenland. Aktualisht aty ka një bazë ushtarake amerikane, totalisht amerikane dhe një bazë ushtarake të përbashkët amerikano-daneze. Por edhe komanda e kësaj bazës amerikano-daneze është e amerikanëve, nuk është e danezëve. Dhe kjo marrëveshje që ka në vitin 1951, midis tyre ka një klauzol të veçantë. Pra edhe marrëveshja është publike dhe është në Google. Gjithkush mund ta hyjë dhe ta gjejë, vetëm ta kërkojë në anglisht. Pra marrëveshja e vitit 1951 për bazat ushtarake midis Danimarkës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po. Dhe thotë që Danimarka nuk mund të shtojë ushtar në bazë pa miratimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kurse Amerika mund të shtojë ushtar sa të dojë në bazë pa miratimin e Danimarkës, pra në Groenland. Që prej 51-shit kjo histori. Prej 51-shit kjo histori. Dhe, por ama thotë që shtetet e NATO-s mund ta përdorin territorin e Groenlandës në kuadër të stërvitjeve, por me kohë të limituar. Pra, edhe këto trupa që kanë vajtur nga gjitha këto vende që çuan secili 1, 2, 3, 4, 5, vetëm Gjermania çon ja 13 a 15, pra gjithë tjerë çuan nga 1, nga 2, kështu sa për të thënë.
është në kuadër të një stërvitje të cilën e ka programuar qeveria daneze. Stërvitje në Arktik quhet. E qartë, e qartë. Pra është kuadër stërvitor, jo kuadër qëndrimi permanent, sepse si qëndrim permanent nuk mundesh, sepse nuk e ku qëndron. Pra edhe këto trupa që quhen në hotele, nuk i quhen në bazë, sepse baza është amerikanëve, nuk të lejohet të futesh asnjë ushtar. Pra nuk vajten në kazermat e bazës, vajten në hotel ushtarët. Prandaj u quhen numër kaq i pagë sepse s'ke ku ti çosh, sepse nuk mund të flesh jashtë atje në tenda, sepse shkon temperatura -30 gradë. Me qartë, Pra, kjo është e gjitha ç'a ndodh aktualisht në Groenland. Çfarë do ndodhi Dritan se më thej që absolutisht ka një plan për ta pushtuar? Jo, nuk ka një plan, unë nuk di a ka plan për ta pushtuar, di që amerikanët kanë bërë gati që mund ta pushtojnë, false u për të vendosur në Groenland. Pra për të shtuar kapacitetet e tyre ushtarake në Groenland. Aktualisht, në rast se keni parë, e keni dëgjuar gjithë që Trumpi ka dhënë urdhër që 1500 forca, pra e keni lexuar te Twitteri që e kanë nxjerrë, si quhet ajo, se kam X tash më. Po, në X, po. Dhe thotë që kam urdhëruar komandën e Alaskës të divizionit Arktikut. Ka një divizion të forcave arktike që ndodhet në Alaskë, e cila ka urdhëruar brigadën e divizionit, brigadën speciale të divizionit Arktikut, që bëhet nga 1500 ushtarë, forca speciale të luftës në Arktik. Ata janë të bazuar atje kanë bazën, atje qëndrojnë. I kam urdhëruar atje në gatishmëri se do t'i përdorë në Minnesota kundër protestuesve në Minnesota. Që të përdori forcat armatosura kundër protestuesve në Minnesota i duhet të nxjerrë një akt tjetër. Një akt tjetër, i cili përputhet me kushtetutën, po duhet ta bëj akt dhe ky akti është akti i veçantë që në një zonë caktuar ti e shpall zonë lufte ose zonë që të futësh që të futës ushtrin aty, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përgatitja e kësaj force, pra në gatishmëri luftarake, nuk është bërë për Minnesotën. Po është mashtrimi që jepet për Minnesotën, sepse mediat e kanë kapur se ti kur shef përgatitjen ushtarake të një brigade prej 1500 vetash, çuditesh, por ama kjo është brigadë për luftë në Arktik. Është brigadë speciale e specializuar vetëm për luftë në Arktik, vetëm për luftë në Antarktid, pra në vende të tilla, pra fiks për Groenlandën. Shiko që ka publikuar Trumpi. Po, dhe kjo brigadë aktualisht është e vendosur në Alaskë, pra është e mësuar me të njëjtat kushte që ka Groenlanda. E qartë. Sepse nuk mund të marrë një brigadë nga Florida, ku janë 300 ditë diell, ku bie temperatura nuk bie poshtë 20 gradë dhe ta çosh në Groenland, sepse ata nuk mundet të funksionojnë në Groenland, që për shkak të klimës. Pra këtë forcë ka bërë gati. Në momente ka mashtruar se gjoja si ta çojnë në Minnesota, po ajo forca është aktive, është aktualisht e gatshme në gatishmëri luftarake 1500 dhe ata ka urdhëruar forcën që të bëhet gati dhe të jetë e gatshme për të lëvizur në çdo kohë. Dhe pret fundin e muajit, në rast se këta nuk dashu, atëherë mund ta zhvendosi pjesërisht atje për arsye sigurie, thotë në bazë sepse ja lejon kontrata që ka vitin 1951 që forcat amerikane në Groenland mund të shtojnë sa do Amerika dhe nuk i merr leje Danimarkës. Dhe mund të vendosin në një moment caktuar, thotë për arsye sigurie, unë vendos të çoj këto 1500 forca në Groenland. Edhe nuk ka kush çati thotë asgjë. Por duhen këto forca që janë të përshtatshme për atë terren dhe për atë klim, sepse është e njëjta terren dhe klim ku ato aktualisht veprojnë dhe ku kanë bazën e tyre në Alaskë. Kurse evropianët po tregojnë idiot të paaftë. Kanë vendosur tarifat 8 vendeve Trump. Atëherë Trumpi thotë që unë po dua Groenlandën për ta ruajtur se rrezikohet nga Kina dhe nga Rusia. Dakor? Ndërkohë që evropianët tregojnë që nuk kanë asnjë lloj kapaciteti intelektual, mendor dhe strategjik. Pra kur evropianët flasin për të krijuar një ushtri, ti duhet të kesh një koncept strategjik për krijimin e kësaj ushtrie. Fakti që këta nuk mundet të përgjigjen strategjikisht Trumpit, domethënë që këtyre i mungon totalisht mendimi strategjik dhe këta s'mund të bëjnë asnjë forcë kurrë. Pra çdo kush le ta heqë nga mendja që këta mund të bëjnë forcë, ndonjëherë evropianët në vete, pa Amerikën. Sepse aktualisht këta mund të angazhonin edhe këta një brigadë, 2 brigada, 3 brigada, sa i kanë të gatshme dhe duke qenë si thoshin Trumpi po thotë që është Groenlanda rrezikohet nga Kina dhe nga Rusia. Po, ti ke drejt. Hajde ulemi, merremi vesh që ne ti çojmë 10.000 trupa në Groenland që ta ruajnë Groenlandën nga Rusia dhe nga Kina. Pra ti luan me bllofin me Trumpin. Por këta nuk guxojnë ta bëjnë këtë, nuk e mendojnë këtë në mënyrë strategjike, pra ky është mendim strategjik, ata nuk e bëjnë dot të, nuk e arrin dot të, dhe në momentin që se arrin dot të, tashmë i argaviten Trumpit. Unë mendoj që në fund të fundit të gjithë kanë rënë dakord që Groenlandin do e marrë Trumpi,
Kanë rënë dakord po thua? Absolutisht kanë rënë dakord, e kam thënë një herë tjetër kanë rënë dakord, por kjo është loja që ata ju duhet të justifikohen përpara popullit të tyre, sepse ndryshe dalin njerëz, shikoni, është si puna e atij që i hyn në shtëpi dhe i zë gruan. Ja përdon dhe i thua atij tjetër që i vë rrethin mos dil nga rrethi dhe kur ikën ai thotë unë nxora këmbën, po ai s'm pa. Po, e qartë. Pra kjo është edhe puna e këtyre udhëheqësve evropian. Pra tashmë Trumpi ju ka vënë një rreth, i ka futur aty, i ka thënë rri aty ti edhe po ju bën çfarë do qefi aty dhe tash i ta kur Trumpi se ka mendje thon unë nxora këmbën, po Trumpi s'm pa. Pra kjo është ajo çfarë ndodh me Evropën. Dhe për mos humbur pushtetin e tyre duhet lozin këtë lojë në mënyrë që nesër të thonë që shiko, neve po e lëm të Groenlandën sepse ndryshe ne duhet të shbëhet NATO, duhet të shbëhet Bashkimi Evropian dhe për arsye të kësaj sigurie globale, neve më mirë sakrifikojmë Groenlandën se sa të prishemi. Pra kjo do thotë që e kanë bërë marrëveshjen. Absolutisht do ta kemi dalin. atë letrën e mesazhin e publikuar të Macronit regjia ku pjesë e kësaj, pra pjesë e kësaj loje është shumë qesharake kjo mënyra se si këta po veprojnë. Europa po thua do ta lejojë që absolutisht nuk e ndalon dot. Europa nuk ka asnjë kapacitet ta ndalojë. Dhe jo vetëm kjo,